Gruaja, edukatorja që ndryshoi botën. Përgjatë historisë njerëzore, ka forca që lëvizin male dhe perandori që ngrihen e rrëzohen me zhurmë. Por ka një forcë tjetër, të heshtur, të padukshme, por pafundësisht më të fuqishme. Është forca që lëkund djepin me një rëndor dhe formson të ardhmen e njerëzimit me tjetrën. Gruaja. Për shekuj me radhë, kulturat të ndryshme e pan atë si një qenie dytësore, si pronë apo si një hije pa zë. Por, kur drita e shpalljes hynore zbritin mbi shkretë të tjera në Arabisë, ajo nuk solli thjesht një fe, por një revolucion të dinjitetit njerëzor. Islami e mori gruan nga pluhuri në nënçmimit dhe e ngriti në fronin më të lartë, e bëri atë arkitekten e parë të shpirtit njerëzor, edukatoren e ymetit dhe çelësin e xhenetit. Sot, do të udhtojmë nëpër fjalët e Zotit dhe gjurmët e profetit për të kuptuar se pa gruan, historia e besimit nuk do të kishte dritë. Kur hapim Kur'anin famlart, zbulojmë një të vërtet madhështore. Zoti i gjithësisë nuk e sheh gruan si një qenie të ndarë në vlerë nga burri. Në kodin hynor, ata janë dy pjesë të së njëjtës tërësi, plotësuese njëri tjetrit në udhëtimin drejt amshimit. Në surën Al-Ahzab, ajeti 35, Allahu e thot me një qartësi absolute, duke përmendur burrat dhe gratë në mënyrë të barabartë në çdo shpërblim. Vërtet, për muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtaret, të bindurit dhe të bindurat, Allahu ka përgatitur falje dhe shpërblim të madh. Por marrëdhënia bashkëshortore, kur gruaja është mbretëresha e shtëpisë, përshkruhet nga Zoti si një nga mrekullitë e tij më të mëdha. Në surën Er-Rum ajeti 21 Allahu thot: "Dhe nga argumentet e tij është që prej jush krijoi për ju bashkëshortet tuaja, që të gjeni qetësi për tyre dhe mbolli midis jush dashuri dhe mëshirë." Vërtet, në këtë ka shenja për njerëzit që mendojnë. Vini re fjalën që përdor Kurani, qetësi, sekine. Gruaja nuk është thjesht një partnere jetese. Ajo është streha shpirtërore ku burri dhe fëmijët gjejnë paqen pas tuhive të botës jashtë. Ajo është burimi i dashurisë dhe mëshirës që mban gjallë njerëzimin. Njeriu që ndryshoi përgjithmonë fatin e grave mbi tokë ishte profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të. Në një kohë kur lindja e një vajze shihej si turp, ai erdhi dhe deklaroi: "Kush rrit dy vajza, i edukon ato mirë dhe sillet but me to, ato do të jenë buroja e tij nga zjarri i xhehenemit." Profeti alayhis salam na mësoi se respekti ndaj gruas është matësi i vërtetë i burërisë dhe i besimit. Në një hadith autentik të transmetuar nga Tirmidhiu ka thënë: "Më i përsosuri nga besimtarët në besim është ai që ka moralin më të mirë, dhe më të mirët prej jush janë ata që sillen më mirë me gratë e tyre." Dhe kur një burrë erdhi tek ai dhe e pyeti: "O i dërguari i Allahut, kush meriton më shumë nga unë respektin dhe kujdesin tim?" Profeti u përgjigj: "Nëna jote." Burri pyeti sërish: "Kush pas saj?" Ai tha: "Nëna jote." Burri pyeti për të tretën herë: "Kush pas saj?" Profeti përsëriti: "Nëna jote." Dhe vetëm herën e katërt tha: "Babai yt." Në fjalimin e tij të fundit në haxhin e Lamtumirës, kur po ndahi nga kjo botë dhe po linte porositë më të rëndësishme për umetin, ai nuk harroi të thoshte: "Jini frikë Allahut në lidhje me gratë. Vërtet, ju i keni marrë ato si amanet prej Allahut." Gruaja në Islam nuk është një barr, ajo është një amanet hynor. Pse themi se gruaja është edukatorja e umetit? Sepse përpara se fëmijët të shkojnë në shkollë, përpara se të dëgjoj hoxhën në minber apo profesorin në universitet, ai ulet në universitetin më të rëndësishëm të jetës së tij, në kraharorin e nënës. Karakteri një kombi nuk gatuhet në zyrat e shtetit, ai gatuhet në zemrën e nënave. Kujtoni Aishën radhiyallahu anha, bashkëshorten e profetit. Ajo nuk ishte thjesht një grua në shtëpi. Ajo ishte një nga juristet, shkencëtarët dhe transmetueset më të mëdha të hadithit në historinë islame. Mbi 2000 hadithe erdhën nëpërmes mendjes së saj të ndritur. Sahabët e mëdhenj, burra të thyer në betejë, shkonin para shtëpisë së saj për ta pyetur për trashëgimin, mjekësinë dhe poezinë. Ajo edukoi një brez të tërë dietarësh. Kujtoni Hatixhen radhiyallahu anha, gruan e parë që besoi, e cila me pasurinë dhe mençurinë e saj mbrojti Islamin kur ai ishte vetëm një fëmijë i pafuqishëm. Pas sakrificën e këtyre grave, umeti Islam nuk do të kishte themelet që ka sot. Poeti i madh dhe mendimtari i njohur, Islam, Hafiz Ibrahim, ka thënë disa vargje që kanë mbetur të pavdekshëm në kulturën islame. Nëna është një shkollë. Nëse e përgatit atë siç duhet, ke përgatitur një popull me rrënjë të shëndosha e fisnike. Dietarët muslimanë gjatë gjithë historisë kanë theksuar se devijimi i një shoqërie fillon atëherë kur zhvlerësohet roli i nënës dhe i gruas. Nëse dëshiron të shkatërrosh një popull pa armë,
mjafton të korruptosh gruan, ti mbushesh mendjen se roli i saj si edukatore dhe si nënë është i prapambetur dhe ta kthesh atë në një objekt marketingu. Kur gruaja braktisë rolin e saj si arkitekte e moralit, shoqëria prodhon breza pa shpirt, pa busull dhe pa fe. Imam Qayyim el-Jauziye ka shkruar se gruaja e devotshme në shtëpi është si mjeku në spital. Ajo shëron plagët e moralit, mbjell besimin në zemrat e fëmijëve dhe ruan pastërtinë e familjes nga rreziqet e jashtme. O ti grua, motër, bashkëshorte dhe nën muslimani që po e dëgjon këtë video, mos lejo kurrë që bota moderne të zhvesh nga identiteti dhe vlera jote e vërtet. Ti nuk je thjesht një numër në statistikat e punës, as një imazh në rrjetet sociale. Ti je ajo që Zoti e nderoi duke vendosur emrin tënd mbi një nga kapitujt më të gjatë të Kuranit. Kur ti edukon fëmijën tënd me bismillah, kur i mëson atij të vërtetën, ndershmërinë dhe dashurinë për krijuesin, ti je duke ndërtuar umetin. Ti je duke nxjerrë Omerët, Salahudinët dhe Aishet e reja që i duhen kësaj bote të etur për dritë. Mbroje hijabin tënd si një kuror nderi, mbroje pastërtinë tënde si një xhevahir të çmuar dhe ktheje shtëpinë tënde në një kështjell të besimit, sepse siç ka thënë profeti ynë i dashur alayhis salam, kjo botë është vetëm një kënaqësi e përkohshme dhe kënaqësia më e mirë e kësaj bote është një grua e devotshme. Nga ti fillon ringritja e këtij umeti. Ti je edukatori e parë dhe nën hapat e tu, me mëshirën e Allahut, fshihet rruga për në xhenet. Dinjiteti yt është amaneti i Zotit. Eduko një brez, ndryshon një botë.